Prokuroria themelore në Prizren njofton se ka paraqitur kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit ndaj një të pandehuri për kryerjen e veprës penale fajdeja, ndërsa një person tjetër i dyshuar për të njëjtën vepër penale gjendet në arrati dhe është në kërkim nga organet kompetente. Sipas dyshimeve të bazuara që rezultojnë nga hetimet e deritanishme, personat e dyshuar kanë vepruar në bashkëkryerje, duke shfrytzuar gjendjen e rënd financiare të dëmtuarit, me që rast kanë kontraktuar dhe përfituar shuma dukshëm jo proporcionale në raport me huane dhënë, thuhet në njoftimin e prokurorisë. Nga hetimet e zhvilluara rezulton se në shtator të vitit 2021 është lidhur një marrëveshje huazimi në shumën prej 50.000 euro me kushtet e rënda financiare për të dëmtuarin, duke përfshirë kamata mujore dhe përfitime të konsiderueshme pasurore në favor të pandehurve. Më pas, përmes kërkesave të vazhdueshme për pagesë dhe presionit të ushtruar ndaj familjarëve të dëmtuarit, është kërkuar kthimi i shumave shumëfish më të larta se huaja fillestare. Sipas hetimeve, prokuroria thot se të dëmtuarit dyshohet se kanë paguar gjithsej rreth 150.000 euro pa llogaritur borxhin bazë.